Majoranca do t'i vazhdoj punimet nesër me datën 4 prill. 2 ditë më shumë zhvillime politike ju dëshëm Vjosa Osmanit me 2021 për të votuar përfundimisht si presidente e Kosovës. Parafiks 4 vjetësh në rundin e fundit, ajo u zgjodh në krye të shtetit. Kosovës e zgjedhi presidente të Republikës së Kosovës, zonjën Vjosa Osmani Sadriu. Madje kuorumin kishte mundësuar ish partia e saj Lidhja Demokratike, ani pse ishte në opozit. The victims of that regime, Mr. Vučić, are standing right here. Në këtë përvjetor të marrjes së detyrës, Osmani publikoi një video përmbledhje ku i tregoi punët kryesore dhe përfaqësimin që ja ka bërë Kosovës në politikën e jashtme. Asnjëherë në histori të presidencës së paspavarësisë, presidenca e Republikës së Kosovës nuk i ka pasur dyert më të hapura se sa në këtë mandat. Megjithatë, njohës të politikës kanë kritika për punën e saj të deritashme. Misioni i saj ishte përçarës, thjesht nuk i paraqiste asnjëherë dhe në asnjë moment unitetin e popullit dhe unë jam i sigurt se ajo do ta përfundojë mandatin e saj si përçarëse dhe jo si unifikuese. Madje edhe përfaqësimi i Kosovës në arenën ndërkombëtare thonë se nuk qe aq dinjitoz. Nuk është asnjë rezultat në politikën e jashtme, qoftë ndonjë sjellje ndonjë njohje të re për Kosovën apo në ndonjë organizatë ndërkombëtare. Presidenti Osmani përfundon mandatin në prill të 2026-s, teksa për mundësinë e një rikandidimi, Osmani para disa ditësh tha se do të vendos varësisht interesit të Kosovës. Pasur parasysh vetëm e vetëm interesin e Republikës së Kosovës dhe të gjithë qytetarëve të saj.